me një spiun, një Ludovik. Ha? Kujtohet me xhaket me kuadrata? E kështu i themun atij Alizotit. Ha. Tani qa është ky? Ky qa quhet ky? Qa quhet ky? Qyrit? Qa? Patjetër. Qa ti bëjmë? Drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun Elbasan Tomor Alizoti i është përgjigjur kryeministrit Edi Rama pasi ky i fundit e ofendoi publikisht duke i quajtur çryk. Në postimin e tij në Facebook, Alizoti drejtohet Ramës si një delengji lindur dhe pasardhës si gjysmopingës. Alizoti shkruan se ti ke qenë dhe do të mbetesh gjysmoping. Para meje ti e njësoj delengjiu si djesi sot, si përgjithmonë, shkruan Alizoti. Kur dëgjova reagimin tënd me erdhi ndërmend çfarë thoshte Nietzsche për njerëzit si ty. Ai ka një krahasim të mrekullueshëm ku tregon ndryshimin mes shtazës dhe njerëzit. Kur e lexon në gjermanisht tingullon shumë bukur, por më pas mendova se është penzim shumë i madh kohë ti shpjegosh dikujt që kulmin e imagjinatës e ka të lidhur me figurat që flasin në ekrane, se çfarë është shkëputje njeriu nga shtaza. Prandaj, po të përgjigjem atë se çfarë ti kupton më mirë vulgaritetin. Ti Edvin Kristaq Rama do mbetesh një delengji, sepse i tillë ke lindur. Je pasardhës si një gjysmopinge dhe do të mbetesh gjithmonë i tillë. Ky është guri jot, që se blen dot as milionat që i vjedh popullit më të varfër në Evropë, as me shishet e verës 35.000 euro me të cilat të qerasin shokët e tu ordiner netët kur ti firmos vjedhjet. As me kërkosjet mes idiotëve të tu të dobishëm, ti ke qenë, je dhe do të mbetesh gjysmoping. Para meje, ti je një lloj delengjiu si dje, si sot e si përgjithmonë.